Një 31 vjeçar në Krujë është vënë në pranga për kultivim kanabisi, ndërsa bashkëpunëtori i tij 43 vjeçar është shpallur në kërkim. Policia gjeti në një zonë pujore në Mukaj rreth 42 bimë narkotike, të cilat tani janë azjesuar si dhe ka sekuestruar 600 gram kanabis. Policia ka bërë me dije se është finalizuar operacioni policor i koduar Mukja për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Në vijim të punës intensive për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, shërbimet e komisariatit të policisë Krujë, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative dhe si rezultat i kontrolleve të organizuara në terren, finalizuan operacionin policor të koduar Mukja. Sipas policisë, në kuadër të operacionit u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit NZ 31 vjeç, si dhe u shpall në kërkim shtetasi JM 43 vjeç të dy banues në fshatin Mukaj. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta dy shtetas kishin kultivuar në një zonë pyjore të fshatit Mukaj 42 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Gjithashtu gjatë kontrollit në vendin ku kultivoheshin bimët narkotike, shërbimet policore gjetën dhe sekuestruan 600 gram lënë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Vijon puna për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe kultivimi i bimëve narkotike.